Gjykata themelore e Prizrenit ka dhënë detaje për seancën e djeshme të mbajtur ndaj 39 të dyshuarve në rastin e keqpërdorimeve në Byron Kosovare të Sigurimeve. Sipas njoftimit të gjykatës, seanca ka filluar në orën 16 dhe ka mbaruar në orën 23. Gjatë zhvillimit të seancës, disa nga palët në procedurë kanë kërkuar edhe ndihmë mjekësore, për çka gjyqtari i procedurës paraprake ka ndërprer disa herë seancën dhe palëve i është ofruar ndihma e nevojshme përmes emergjencës dhe kur palët kanë qenë të gatshëm, ka vazhduar me seancën për caktimin e masës së sigurisë. Në momentin kur të përpilohet vendimi plot në formë të shkruar, gjykata do të njofton publikun dhe mediat për vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake. Prokuroria ka kërkuar gjykatës themelore në Prizren të caktojë masën e paraburgimit për ish drejtorin ekzekutiv të BKS-s Sami Mazreku, ish drejtorin e financave Valon Berisha si dhe FS dhe YQ. Ndërkaq për 35 të pandehurit të tjerë, organi i akuzës ka kërkuar caktimin e masës, paraqitja në stacionin policor dhe ndalimin për t'ju ofruar vendin ose personit të caktuar. Tutje në dosjen e prokurorisë thuhet se ata kanë keq përdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara, ku deri në këtë fazë është vlerësuar se ato dokumente të dyshuara i kanë përdorur për përfitime personale dhe i kanë shkaktuar dëm BKS-s në vlerë prej 1.043.000 euro. Në aksionin e së ejtës janë sekuestruar 23.700 euro, ari, aksesor, orë dore dhe pajisje elektronike.